Të dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Rruga shëtitoria e palmave dhe hapësirat publike gjatë saj u pastruan sot nga punonjësit e ndërmarrjes së pasurisë publike. Gjithashtu kryen punime në trotuarin e saj, lyerjen e vijave të bardha, prerjen e pemëve, vendosjen e koshave e të tjerë. Rruga shëtitoria e palmave është përfshirë sot nga një aksion I punonjësve të ndërmarrjes së pasurisë publike për përmirësimin e sinjalistikës rrugore, pastrimin dhe larjen e asfaltit me makineri, krasitjen e pemëve, kositjen e barit, vendosjen e koshave të vegjël të mbeturinave dhe lyerjen e vijave të bardha. Bashkia Lushnjë njoftoi para 2 ditësh në rrjetet sociale se sot do të kryeshin këto punime. Prandaj kërkoi mirëkuptimin dhe bashkëpunimin e qytetarëve që të mos parkonin në anën e djathtë të rrugës sa të mbaronte procesi I punimeve. Gjithashtu njoftimet u vendosën dhe në disa pemë përgjatë kësaj rruge me qëllim që qytetarët të njoftoheshin dhe të merrnin masa, por ka patur qytetarë të cilët nuk I lëvizën mjetet e parkuara duke vështirësuar punën e punonjësve të ndërmarrjes së pasurisë publike. Kjo gjë kërkoi bashkëpunim me Policinë Bashkiake, e cila ndihmoi për të lëvizur mjetet anës këtij segmenti rrugor, por njëkohësisht edhe mos krijimin e problemeve në qarkullimin e mjeteve të tjera. Ky proces do të vazhdojë javën e ardhshme në anën e majtë të rrugës shëtitoria e palmave, por një qytet të pastër për qytetarët. Një aksident I rënd ndodhi mbrëmjen e djeshme në fshatin Rapes, ku taksia goditi për vdekje 70 vjeçarin. Një aksident I ka marrë jetën një 70 vjeçari mbrëmjen e djeshme në fshatin Rapës. Skënder Maledhi, banori I zonës, është përplasur nga një taksi që drejtohej nga 52 vjeçari Genci Shahini dhe ka gjetur vdekjen e menjëhershme. Ngjarja ndodhi në autostradën Lushnjë-Fier, kur viktima kalonte me biçikletë nga njëra anë e autostradës në anën tjetër dhe është përplasur për vdekje nga automjeti tip Hyundai. Policia e qarkullimit rrugor ka mbërritur në vend ngjarje së bashku me ambulancën, e cila ka pritur derisa janë kryer veprimet e ekspertizës për të marrë trupin e pajet që ta çonte në morgun e spitalit të Lushnjës. Në vend ngjarje është thirrur dhe policia e rendit për të qetësuar situatën, pasi të afërmit e viktimës kanë qenë shumë të ngarkuar emocionalisht dhe kanë fyer rënd drejtuesin e mjetit. Drejtuesi I taksisë që shkaktoi aksidentin u ndalua dhe u dërgua në komisariatin e policisë Lushnjë. Policia po vazhdon hetimet, ndërsa paraprakisht dyshohet se ngjarja ka ndodhur në kushte të errësirës dhe me pamje të kufizuar. Kreshma ortodokse për besimtarët e krishterë filloi. Mesazhi atë gorit është që kjo kohë kreshme të shërbejë për përtëritje shpirtërore dhe ndihmë për njerëzit në nevojë. Ka nisur kreshma e madhe që është periudha më e rëndësishme në kalendarin ortodoks para Pashkës, e cila është një festë fetare e rëndësishme për besimtarët e krishterë, që simbolizon ngjalljen e Krishtit. Atë gori thekson se mesazhi I kreshmës është një ftesë për përtëritje shpirtërore për besimtarët ortodoks lushnjar dhe jo vetëm, dhe ndihmë për njerëzit në nevojë. Ai uron të gjithë besimtarëve kreshmim të mbar dhe sa më të lehtë. Mesazhi I kreshmës në traditën e krishterë është një ftesë për një përtëritje shpirtërore të gjithë besimtarëve. Qëllimi është edhe jo vetëm heqja dorë dhe privim nga disa ushqime, por një vetë disiplinim në vetvete gjithsecili. Kjo ka të bëjë me pastërtinë shpirtërore, njëkohësisht edhe refleksioni tek gjithsecili për njerëzit të cilët, besimtarët të cilët nuk kanë pasur mundësi. Nuk kanë pasur mundësi në jetën e përditshme të konsumojnë këto ushqime, siç janë mishrat edhe bulmetat. Ndaj edhe neve duhet të përgatitemi shpirtërisht edhe moralisht. Nuk është qëllimi që ne të I rezervojmë ose të kursejmë këto ushqime, sepse nuk kemi kryer asgjë në lidhje me përgatitjen tonë shpirtërore, por duhet jemi ndihmues, siç e thamë edhe më përpara, të dhurojmë atë të tepërt të cilët kemi ne tek ata të cilët nuk kanë mundësi ta sigurojnë në ushqimin e përditshëm. Ky është dhe qëllimi. Sigurisht kjo është një përgatitje prej disa javësh, vjen gradualisht deri në periudhën e Pashkës. Pra ne duhet shkojmë në ringjalljen e Krishtit sa më të pastër shpirtërisht, sa më të devotshëm dhe të reflektojmë sa më shumë dashuri tek njerëzit në nevojë. Dhe desha ti uroja nga zemra gjithë besimtarëve kreshmim të mbar edhe sa më të lehtë. Kreshma zgjat deri në kremtimin e Pashkës ortodokse më 12 prill.
Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, njoftoi skemën e re bujqësore për të rinj të moshës 18 deri 35 vjeç. Ministri tha se për ta do jepen grante 7 deri në 10.000 euro që të hapin biznese në bujqësi. Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Andi Salla, mbajti një konferencë për mediat mbi aksesin në financë për fermerët, pas turit kombëtar me 23 takime për skemën kombëtare 2026, si dhe mbi paketën e integruar të mbështetjes, e cila përfshin skemën e investimeve, kredinë e butë me interes të reduktuar dhe garancinë sovrane si instrumente konkrete për rritjen e prodhimit, formalizimin e sektorit dhe fuqizimin e produkteve. Ministri bëri me dije se kjo skemë me një fond total prej 5.2 miliard lekësh synon të mbështes formalizimin e fermerëve dhe investimet në sektorin prioritar të bujqësisë dhe blegtorisë. Skema kombëtare prej 5.2 miliard lekë është një nga mundësitë që ne kemi dy komponentë, që janë pagesa direkte për fermerët dhe investimet në sektorin prioritar të bujqësisë dhe blegtorisë. Turi i gjesave, si që u përmenda pak më lartë, ka qenë shumë e rëndësishëm për ne dhe për të orientuar të gjithë fermerët dhe për të dëgjuar ato çfarë ne duhet të ndryshojmë në paketën e radhës, të cilët jemi në fazë diskutimi me stafin e Ministrisë dhe të AZHBR-s për të përafruar të gjithë mundësinë dhe kërkesat e tyre, të cilët janë, mund të themi, janë disa problematika që lidhen me mënyrën se si ne do të qasemi ndaj tyre, por edhe mënyrën se si ne duhet të japim akses për aplikimet. Kemi lehtësuar në gjithë proceset, siç është nga certifikata e pronësisë, kemi kaluar tek AMTP-t që ata të përfitojnë sa më shumë dhe të jenë pjesë e përfitimit të skemave që ne kemi kaluar në vitin 2025, por edhe atë çfarë ne kemi në 2026. Ministri i Bujqësisë Andi Salla foli për njërisi të skemës që përfshin të rinjt dhe të rejat nga 18 deri në 35 vjeç, të cilët mund të hapin një biznes në blegtori duke përfituar grante nga 7.000 deri në 10.000 euro. Kemi diskutuar për të vendosur për të rinjt dhe të rejat nga 18 vjeç deri në 35 vjeç mundësinë që ne të japim nga 7 deri në 10.000 euro, po shikojmë me financat për të diskutuar mbështetjen financiare për të përllogaritur çdo të rinj dhe të re që hap një biznes kryesisht në blegtori, të jetë pjesë e mbështetjes tonë. Pra ne duhet të fusim rolin e të rinjve dhe të rejave, të jenë pjesë e këtij sistemi të rëndësishëm për ne që të mbështesim këtë sektor, të cilin ne duhet që ta rrisim dhe të rinjt dhe të reja të jenë pjesë e kësaj pakete. Kuvendi sot u shoqërua me debate mes pozitës dhe opozitës. Lidhur me nismën e kryeministrit Rama që synon që gjykatat të mos pezullojnë më nga detyra ministrat dhe postet e tjera kushtetuese. Seanca e sotme plenare në Kuvendin e Shqipërisë, që në nisje të saj u shoqërua me debate të shumta mes deputetëve të pozitës dhe opozitës, lidhur me nismën e kryeministrit Rama që synon që gjykatat të mos pezullojnë më nga detyra ministrat dhe postet e tjera kushtetuese. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi në fjalën e tij deklaroi se sot rendi i ditës së Kuvendit duhet të kishte vetëm një çështje: shqyrtimin e kërkesës së SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku, gjë që i hap rrugë arrestimit të saj. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, tha se në Kuvend nuk ka asnjë kërkesë për heqjen e imunitetit. Qytetarëve të Fierit i kanë bërë një premtim ku kam qenë fushat, që kjo zonja që po deformon vullnetin e qytetarëve me parat e korrupsionit do të shkojnë në burg. Në Kuvendin e Shqipërisë nuk ka asnjë kërkesë për heqje e imunitetit, sepse as deputetët dhe as ministrat në Republikën e Shqipërisë nuk kanë imunitet. Ka një kërkesë ose dhënia autorizimi për një masë sigurie. Më pas, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi deputetët socialistë se po mbrojnë interesat e qeverisë. Ju keni marrë një mision të pamundur. Këtë që po bëri ju se ka bërë kushkur. Ju po ndryshoni, jeni të gatshëm të ndryshoni ligje për të mbrojtur një hajdut. Në debatin me deputetët e Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Josefina Topalli u përfshi dhe deputetja e re socialiste e Fierit Zegjine Çaushi. Ti
Gazo, erdhe në fier, këtu, më shik këtej, shiko më sy. Po, shiko illo, ti erdhe në fier vetëm për të pirë gjini o yll bote. Pa dash të bënd të reflektojnë, kur kam hyrë për herë të parë në parlament, Partia Socialiste është përfaqësuar nga Fatos Nano, Dritëra Agolli, Profesor Servet Plumi, Namik Dokle e tjerë. Që të përfundojnë Partia Socialiste në parafolsit nuk e kisha imagjinu kur. E dashur Jozefin, ti duhet e adish për falemderi doktorit se Luli të kapi prej zhelesh edhe të qiti jashtë. Unë e kuptoj që ti ke nostalgji për atë kohën tënde, ishte koha të arta ato, por e dashur zonjë, gjërat kanë ndryshuar tani. Jemi në një epokë tjetër, nuk jemi më në ato epokën tënde kur të kapje prej zhelesh e të qisje jashtë nga atje lartë. Do të falen gjobat për kontributet e papaguara nga fermerët. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka sqaruar përfitimet që do të kenë fermerët. Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka sqaruar përfitimet që do të kenë fermerët me zbatimin e ligjit për fshirjen e detyrimeve të papaguara në tatime, dogana dhe pushteti vendor, i cili përfshin dhe fshirjen e gjobave dhe kamatvonesave për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të papaguara për deri më 31 dhjetor 2024 për të vetpunësuarit në bujqësi. Sipas ISSH-s, llogaritet që për të vetpunësuarit në bujqësi, pa përfshirë gjobat dhe kamatvonesat, u takon të paguajnë detyrimin për kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore me vlerë 38.400 lekë në vit për zonat fushore dhe për zonat malore 29.400 lekë në vit. Ligji përcakton gjithashtu dhe fshirje të gjobave dhe kamatvonesave që u përkasin periudhave nga 1 janari 2015 deri më 31 dhjetor 2024 me kushtin që të paguhet 100% kontributi brenda datës 31/12/2026. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.